Kombëtarja shqiptare e futbollit do të nisë një cikël të ri në drejtimin e Rolando Maran, dhe kjo përfshin edhe një staf krejtësisht të ri. Presidenti i FSHF-s, Armand Duka, ka zyrtarizuar sot ndryshime të reja që do të bëhen në stafin e kuqezinjve gjatë një ceremonie të zhvilluar në nder të Silvinjos, Zabaletos dhe Doriva, të cilët kanë mbyllur ciklin e tyre. Duke qenë se ne sot jemi për këtë lloj ndryshimi, për t'i falenderuar stafin e ekipit kombëtar, në të njëjtën kohë do të doja të falenderoja sepse edhe një pjesë tjetër e stafit është zëvendësuar. Do të doja të falenderoja Ilir Bozhiqin për kontributin e tij në ekipin kombëtar, për më shumë se 3 vite, për punën, për kushtinin dhe profesionalizmin e tij. Do të doja të falenderoja edhe Luka Laurentin dhe Alarico Rosin, të cilët edhe ata do të zëvendësohen. Një falenderim shumë i madh nga unë dhe nga i gjithë FSHF për të gjithë kontributin tuaj për ekipin kombëtar. Dhe në të njëjtën kohë, unë ju uroj që të keni vetëm suksese në futboll, por padyshim që të keni një jetë sa më të mirë dhe të shëndetshme. Derën në Shqipëri do ta keni të hapur, padyshim që do të jeni pjesë e eventeve tona në çdo moment, dhe uroj që të keni vetëm momente të bukura dhe momente gëzimi. Faleminderit edhe një herë të gjithëve dhe urime. Ishin fjalët e Dukos. Ilir Bozhiqi ka qenë përgatitësi i portierëve të kombëtares shqiptare prej shumë vitesh, duke qenë në stafin e kuqezinjve që kur ajo drejtohej nga Josip Kuzhe dhe ishte asistenti më i vjetër në radhët e saj. Luka Laurenti ka qenë përgatitësi atletik i përfaqësueses, ndërsa Alarico Rosi ishte videoanalisti i afruar gjatë periudhës së drejtimit të Kristian Panuçit, i cili më pas u bë edhe shefi i përgjithshëm i departamentit të analizës dhe inovacionit në FSHF. Mbetet të shihet se kush do të zëvendësojë këto emra në stafin kuqezi, dhe nëse të larguarve do u ofrohet një rol tjetër brenda institucionit.